Tre shtetas shqiptar, një prej të cilëve në hetim nga SPA, kanë rënë në prangat e policisë greke në një operacion të gjerë antidrog të zhvilluar në ishullin e Mikonos. Nga hetimi policor doli në pa ekzistenca e një grupi kriminal, antarët e së cilës të paktën që nga maji viti 2025 tregtonin sasi kokainë, kokainë roz, marijuane dhe tableta droge në zonën e Mikonosit. Konkretisht antarët e grupit u vendosën në 3 banesa me qira, gjitur me njëra tjetrën, të cilat i përdorën si strehëza duke ruajtur lëndët narkotike. Pastaj, ata udhtonin ose me automjet privat ose me motociklet, të cilat i kishin si mjete operative në zonat e ishullit, u ashisnin substancat klientëve të tyre, duke përfituar fitim të madh financiar. Në prangat e policisë ran Spiro Lila, 30 vjeç, dhe Roland Alka, 33 vjeç, të dy nga Gramshi, si dhe Euglen Dumi, 36 vjeç, nga Vaqarri i Tiranës. Lila rezulton personi i shpallur në kërkim nga SPAK, si pjesë e një grupi kriminal me bazë në Sarand, të goditur në maj 2019, nga ish prokuroria e krimeve të rënda, që kryente trafik ndërkombëtar droge, lidhur me operacionin në Greqi. Grupi për të arritur qëllimin e tyre të palikshëm dhe për të shmangur zbulimin gjatë tregtimit të substancave, një antar i organizatës qëndroi jashtë banesave, duke vepruar si roje telefonike. Në të njëjtën kohë, antarët që podhtonin drejt pikës së transportit ose lëviznin në zona të ndryshme të ishullit duke bërë ndalesa të shkurtra, duke vëzhguar automjetet që kalonin ose lëviznin me shpejtësi të lartë, duke bërë manovra të rrezikshme. Nga kontrollet e kryera, mendimin e një qeni policie, u gjetën dhe u sekuestruan 932.22 gram kokainë, 7 gram kokainë roz, 599 gram marijuan, 1.4 gram metamfetamin kristalore, 93 tableta narkotike, 5.060 euro, një pistolet, 10 fishek, një thik, një automjet, një motor, 3 peshore elektronike precize dhe 4 telefona celular. Siç ka rezultuar, përfitimi i palikshëm financiar i pritur i grupit nga zhitja e lëndëve narkotike të sekuestruara dhe i kalon shumën prej 100.000 euro. Sasitë e drogës së sekuestruar do dërgohen për ekzaminim laboratorik, ndërsa shuma e sekuestruar e parave do dërgohet në zyrën e depozitave dhe kredive të zyrës tatimore në Mikonos.